Po lexoja se si në vitin 1977 Agatha Christie, e famshmja e romaneve të misterit edhe gjithë këtyre gjërave, shpëtoi jetën e një bebeje. Tani Agatha Christie kishte mbi një vit që kishte vdekur vet, por do thuash si e shpëtoi jetën e një bebeje. Ishte një bebe e cila ishte e sollën në Angli, sepse kishte një problem shumë të madh mjekësor dhe ishte mister sepse nuk po ja gjenin dot mjekët se çfarë kishte. Tensioni i shkonte shumë lart, bebes vogël, dhe frymarrja ishte shumë e rënduar. Ata po kërkonin se çfarë mund të ketë kjo bebe, dhe nuk ja gjenin dot. Dhe ishte një infermiere në këtë spital, e cila quhej Marsha Maitland, dhe po lexonte një libër të Agatha Christie-t. Dhe libri i Agatha Christie-t quhet The Pale Horse. Kali i zbet. Tani në librin The Pale Horse, Kali i zbet, Agatha Christie kishte përshkruar se si ishte një helmim nga taliumi, që është një metal blu si bardh, dhe është shumë helmuese, ka ca kripra helmuese në të. Dhe ajo e kishte përshkruar aq bukur, aq në detaje, saqë infermierja kur shikonte beben thoshte, kuptoi ato simptomat që i kishte lexuar në librin e Agatha Christie dhe i tha, shikoj tha, unë po lexoj këtë librin, është ky libri Kali i zbet, edhe atje nda përshkruhet një rast me helmim me talium, edhe doti që e provuan, në fakt taliumi është shumë i rrallë në Britaninë e Madhe si metal edhe pra si e pati kontaktin, po kush e di? Nuk e di se si, por këta e çuan një laborator të Scotland Yards, që është kjo ke parasysh e spionazhit. Ata mund ta testonin për talium, e testuan, doli që bebja kishte pikërisht atë helmim nga taliumi. Edhe u pasoi u bë mirë. Edhe rëndësia e leximit. Shef infermierja duhet të lexoni, nuk e dini kur jetën e cilit mund të shpëtoni, kështu që po, e vërtet. Shumë interesante. Shumë interesante. Tani, dëgjojmë këtë klip. Është shumë i shkurtër edhe duhet të zbulojmë se cila është kënga e kush e këndon. Shumë e bukur kjo kënga. Ti e di? Po. E di përgjigjen e saj? Unë e mendoj, edhe një herë. Unë kam një ide. Shikoj, janë disa që fillonin kështu. Po nëse është ajo që mendoj unë, s'është ajo që mendon ti. Në këtë periudhë kohore, ke parasysh që fillonin kështu. Pse është ai fërkimi i diskut, pra. Po. Unë kam një ide. Edhe një herë të lutem. Nuk është ajo? Unë nuk e di. Unë kam një ide gjithashtu. Por apo jo, s'është kjo. Unë po i bëj. Harroj që jam në radio. Po i bëj lip sync, si mund thuat. Lip sync, po. Lip sync blendit, po s'po e kupton. Ja, s'po e kuptoj, se kam një tjetër këngë në mendje. Ajo që mendoj unë është këngë e hershme, është e vitit 90. Po, aty. Kjo është e 90-90-s, domethënë, fiks në vitin 1990. Bashkë me një album të famshëm të një nuk është e 90-s. Nuk është e 90-s. Atëherë, ajo që po mendoja unë. E 2000? Mund të jetë e 2000-shit, po. Atëherë mund të jetë ajo që mendon ti. Unë po mendoja për këngën Jam nga Michael Jackson. Okej. Që jo, është më 2000. Kupton ato dritat e dance floorit. Okej. Nëse gjithsesi duhet ta gjeni ju për të fituar. Lëre. Me këta çunat. Çfarë? Me këta çunat? Jo. Është fiks viti 2000. Po më thon nga regjia. Po, e kuptoj, se di, nuk e di. 069-442-873 069-442-873 Ju duhet ta gjeni cila është kënga. Nëse e gjeni, keni për të fituar nga Lavender Clinic një kupon prej 50 eurosh. Kthehemi pas pak më shumë. Tani është 8:49 minuta.